burim zëri që radio televizionis të ne. Ju me të drejt pyesni për emrat e përveçëm, ne sot diskutuam hollësisht e thellësisht për kriteret, për standardet që duhet i ketë figura prezidenciale, pra vlerat, parimet dhe kontributet në veçanti. Vëzhguam edhe aspektin e viteve dhe dekadave të historisë sonë më të re, shikuam sektorët e ndryshëm të shoqërisë e të profesioneve, por me qenë se po e rithikësoj se është proces shumë i ndjeshëm dhe vendim të i rëndësishëm, unë pa shkuar ne në konsultimet të subjektet tona, në këtë fazë nuk mund të them më shumë se kaq, dhe me gjithë respektin për secilin prej jush, nuk është ky vendi ku u mund të flas për emra. Minister, kur e thoni që do të merrni vesh me zotin Abdigjiku, i bie që një marrëveshje me LDK-n VV apo do synoni të takoni edhe me partitë e tjera, LDK-n dhe Aleancën? Nuk mund të sillemi thu se unë nuk kam provuar të takohem me subjektet e tjera, unë kam hasur në refuzimin e subjekteve të tjera. Ju e dini që kryetari i Aleancës refuzon të takohet me mua, ndërkaq kryetari i PDK-s është takuar një herë. Sidoqoftë unë i falenderoj për komunikimin që kemi zhvilluar, sepse më duhet të pranoj që edhe kur nuk kemi takime, ne kemi komunikim. Shumë më mirë do të ishte të kishim takime, sepse kur ka takime, ka diskutime që çojnë në marrëveshje. Kjo tashmë nuk varet prej meje, por nëse ka sadopek vullnet nga ana e PDK-s ose AK-s ose të dyjave për takime, për diskutime, për marrëveshje, unë jam ma shumë se sa i gatshëm, i interesuar e i vullnetshëm. Por rrethona në cilën ndodhemi është rrethone imponuar dhe ku intensivisht kemi nisur bisedimet shumë serioze lëvizja vetëvendosje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Urdhëni. Ky takim ishte ekskluzivisht për figurën prezidenciale. Edhe njëherë po e theksoj, kriteret, parimet, rrethonat në të cilat ndodhemi dhe çfarë figurash me cilat vlera, kontribute dhe merita. Duam president ose presidente meritore, kushtetuese, që reflekton vlerat e shoqërisë tonë, që ka kontribut për popullin e në profesion të caktuar dhe në këtë mënyrë nuk ngjall dilema për rolin, për funksionin dhe për detyrën fisnike që do t'i duhet ta kryej në 5 vitet e ardhshme. Faleminderit shumë.